por se formimi i institucioneve ose halli për institucionet nuk është që shifet edhe tek partitë opozitare. Dhe atyre si duket ju konvenon kjo vazhdimsi për të mos formuar institucionet. Nëse po e shohim sipas jush kështu për Albin Kurtin. Jo si bashkëmisht, po gjendën terren është ashtu. Çfarë po ndodh me partitë opozitare, pse nuk po bëjnë opozita? Po nuk mund me bëj zotin, unë s'po them unë s'po them zotin ai. Po thot gjendja reale, unë s'po shpifi. Se ne bëj përgjithësi, nëse shpifëm pa ditë, më dikush po shpifi. Që edhe opozita nuk ka vullnet. Po opozita, zotin Naim, nuk I bjen mi theminu institucionet. Po e dihet ajo. Pe momentit kur certifikojnë gjendje, për I përshëtërës prap. Ne në 90 I Kushtetutës, ndash të thot grupi maj madh parlamentar, ndash partia fituse, zotin Naim, I thot, jep të drejten aj me kandidue kandidatin apo kandidatën për krye parlamentare. S'pi përsëritje prap. Zoni Agjiu sa herë nuk I ka pas së konon I figuse të jemë. Dhe pa marrëveshje politike, dhe të më thet në qytetar, një jurist, një gazetar, që e ka votu zoti Kurti një qeverit kalum një kryetar të kuvendit, pa marrëveshje politike, bili I ka bishnu, I ka ofendu. Dhe qa po qfik për jonet, qa po thëmë, është zendja në teren reale, pikë është kjo. Dhe këta mundohen me kamuflu. Këtë do në më viktimizu se marrëveshja e orit e din që I bën Kosovës, e bosnizon. Pikë është kjo. Dhe tash kjo mundohet me bo kalkulimin fiskultura në termin popullor, vetëm e vetëm për më viktimizue. Dhe ti për deri sa, se a ke bëj dikujt argatin, qa pa menon ti? I lajthiti, I qitin lajthiti, ja votun kuvendet, tash si ka vota këtë qeveri. Pse u votun 3 nënkryetarët në pako veç lista sërë? E ka ditë kë që edhe tash, kur vena që kemi gjëtë konstituse, dhe ju rasisht e thave të në fillim të emisionin najmë, që pesulmojnë. Pse? E din që është kundër konstituse, gjykata konstituse ka me këtë pikën në zero, dhe të 3 nënkryetarët edhe I listës sërbe, I pakicave, do të votojnë në pakë, dhe jo kështu. Dhe për fatkeq e kem një krye parlamentar, e tha që kem, po qa me bo, dhe zoti Kurti mundohet tash, one po shprejnë a kështë të trojsh. Zoti Kurti tash dënë me rinjallë zonin Osmani dhe ta mashtroj, t'jap edhe një mandat, po besoj partit opozitorin nuk do të lejoj një presidentën si zoni Osmani që ka shërbit totalisht